Domethënë fakti që hesht Berisha, për mua, unë jam një kritik i madh i tij, e njoh shumë mirë dhe jam jo pa drejt kritik. Fakti që Berisha hesht do thotë që vlera shqiptare, domethënë në fundi shqiptarizma ka drejt shumë. Domethënë po preket shumë rënd e drejta e shqiptarëve. Dhe Berisha, me gjithë defektet e mëdha, deri në këtë pikë të merri nuk shkon. Nuk i thot, siç thonë këta, që të mos investohen, që të ndalohet investimi prej 4 miliardë euro, që të ndalohet investimi në Zvërnec, që të ndalohet përparimi i Shqipërisë. Deri këtu nuk shkon Berisha. Çeka dhe kjo gjë, që deri këtu s'shkoka, nuk shkoka. Pra janë më keq se Berisha, po thua këto që protestojnë? Po pa, qëllimi i tyre, i fshet ose i pa fshet, rezultati i tyre, kauza e tyre është mërësisht më e keqe. Sepse është në një kohë kur periudha e shkatërimit të Berishës ose mos ndërtimit të Berishës është të i kaluar, Shqipëria po ndërtohet, Shqipëria është tjetër gjë. Nuk është më 95-a, nuk është më 97-a.